Sot do të prezantojmë Elif Post Marketin, një program që përdoret për menaxhimin e marketeve. Platforma përbëhet nga disa elementë, shtimi i artikullit manualisht, klientët, nëse supermarketi ose marketi shet për klient caktuar, nëse jo, vendoset klienti rastësor që plotësohet tek plotësimet automatike të userit. Mënyra e pagesës by default gjithashtu plotësohet tek plotësimet automatike të përdoruesit. Fatura e shitjes, klienti rastësor, mënyra e pagesës me para në dorë. Në panelin e majt kemi shtimin e artikullit në mënyrë manuale. Klienti by default është ajo që plotësojmë tek plotësimet automatike. Kemi klientin në rastësor, magazina dhe pikët totale të këtij klienti. Për secilën artikull të shtuar në tabelë, tabela mund të menaxhohen kolonat nëpërmjet settings. Për secilën artikull ke mundësinë që të shikosh gjendjen që ke në magazin për këtë artikull. Mundesh të shtosh disa artikuj. Do të shfaqet totali i sasisë, totali i skontos dhe totali i vlerës së kësaj porosie që klienti po kryen. Menaxhimi i disa faturave në të njëjtën kohë bën të mundur që ti të lësh hapur disa fatura në të njëjtën kohë pa përfunduar secilën prej tyre. Djathas kemi butonin e shto klient në rast se dëshironi të çeli një klient të ri. Dhe janë fushat emër, kod, email, numër telefoni, qyteti, barkodi, nëse ka NIPT apo jo, dhe aktivizimi i pikëve, që është e rëndësishme për nëse marketi i aplikon logjikën e pikëve të klientit në market. Pastro faturat, butoni fshin të gjithë artikujt që kemi shtuar në faturë pa i dhënë konfirmimin ende. Artikujt e shitur janë se çfarë artikuj kemi shitur gjatë ditës sotme, është vetëm një raport i thjesht për artikuj që kemi shitur në ditët e sotme. Veprimi i arkës të çon tek veprimet e arkës që kanë ndodhur gjatë ditëve më parë historiku, dhe printo, që është finalizimi i dërgimit të faturës për fiskalizim. Mënyrat e pagesës, mbasi ta kemi plotësuar mënyrat e pagesës që ne kemi by default të plotësuar me para në dorë, vendosim vlerën që mund të ketë dhënë klienti. Vlera që ka dhënë klienti minus totalin e porosisë së klientit do të nxjerrë kusurin dhe në momentin që klikohet fiskalizo, printohet kuponi. Dhe është updateuar gjithashtu dhe artikujt e shitur. Platforma është e thjeshtë, veprimet kryesore të një marketi, për të parë raporte të shitjeve apo detajet të tjera që mund të ketë arka ose marketi, duhet të kaloni tek Elif program fiskalizimi web për të parë këto detaje. Përsa i përket platformës marketit, këto ishin featuret kryesor. Gjithashtu në market është tek Elif market është aplikuar dhe logjika e barcode scannerit. Në momentin që ti skanon një artikull, do të shfaqet në mënyrë automatike këtu dhe nuk ke pse ta shtosh në mënyrë manuale nga fusha kërko artikull. Dhe mbasi shtohen këtu, mund vazhdoni me procedurat e tjera për finalizimin e faturës.